Berat Lushka është përthyer dje në Turqi. 18-vjeçari me origjinë shqiptare shënoi 4 gola për Esenlerspor ndaj Istanbulsporit. Ekipi i tij që synon ngjitjen fitoi 5-0 në shtëpi dhe mban vendin e parë në renditjen e ligës së parë turke. Lush zhbllokoi sfidën ndërsa në fund ishte autori i 4 goleve radhazi. Padyshim ylli mbrëmjes për Eroksporin. Futbollisti i Turqisë U18 festoi me shqiponj njërin prej goleve. Lush është me origjinë nga Gostivari dhe për rrënjët shqiptare që ka është shprehur gjithmonë krenar. Kartoni i tij përket Galatasarayit ku edhe ka debutuar. Me ekipin e parë të Galatasarayit numëron 4 paraqitje ndërsa për këtë sezon u preferua huazimin në ligën e parë që të fitonte më tepër minuta. Berat Lushi ishte kryefjala në Turqi ku shënoi 4 gola ndërsa Esenlerspor fitoi 5-0 përballë Istanbulsporit. Ansori me origjinë shqiptare festoi një prej golave me shqiponj. Lush ka lindur në Gostivar rreth një vit më parë, ndërsa debutonte që 17 vjeç me Galatasarayn. Në Instagram mbante dhe flamurin në Maqedoninë së Veriut krah Shqipërisë, ndërkohë tashmë mban Turqinë dhe Shqipërinë. 18 vjeçari ka luajtur me Turqinë U18 dhe akoma mbetet për të vendosur cila do të jetë zgjedhja e tij në të ardhmen, pasi nuk dihet nëse është kontaktuar nga Federata Shqiptare e Futbollit. Interesi nga Maqedonia e Veriut është raportuar më parë.